Pse gratë sëmurën më shpesh nga sëmundjet autoimune? Ka një përgjigje. Është vërtetuar shkencërisht që 70-80% të këtyre sëmundjeve prekin gratë. Dhe jo rastësisht. Trupi jonë është ndërtuar në mënyrë kaq të bukur për të na mbrojtur nga viruset, nga bakteret dhe për të pasur një imunitet shumë të fortë. Por gjithashtu ky imunitet kaq i fortë dhe i zhvilluar që gratë kanë, mund të kthehet kundër tyre. Dhe aty fillon dhe shfaqen sëmundjet autoimune, kur trupi lufton vetveten e vet. Përse ndodh kjo? E para është vetë fakti të qenit grua që kemi 2 kromozome X, sepse në kromozomet X gjenden genet të cilat janë përgjegjëse për imunitet, sistemi imunitar. E dyta është hormonet femërore. Estrogeni është përgjegjës për stimulon sistemin imunitar. Gjë e cila ndryshon para ciklit menstrual, pasi të pasurit një fëmijë, po shikoja gocën që është në gjumë. Kur ne kemi një fëmijë në barkun ton, trupi kalon si një gjendje gjumi, sistemi imunitar ndalon, ulet shpejtësia për të mbrojtur trupin ton, sepse mbron bebin që të mos ta sulmoj bebin. Ama pas lindjes ndodh e kundërta, sistemi imunitar aktivizohet shumë shpejt, që e cila mund të ngatrojë vetë që të na sulmoj trupin ton, në vend se të na mbrojë. Stresi? Shumica e grave do thonë, po ç'është kjo? Atë e kemi të përditshëm, dhe po është e vërtet. Stresi i përditshëm, shtëpia, fëmijët, ankthi tyre, puna, është ajo kortizoli i përditshëm. Stresi emocional i përditshëm që ne kemi që na rrisin shkaqet dhe mundësitë për të pasur këto sëmundje autoimune. Por gra, nuk është normale ti me gjithkohës së lodhura, me rënje flokësh, me pagjumësi, me problemet tretjes, me problemet e ankthit, nuk janë normale. Këto janë gjëra që duhen parë. Janë gjëra që ne nuk duhet ta neglizhojmë dhe ta lëmë veten në fund. Mos e injoroni trupin tuaj. Bëni kontrollet e tuaja të gjakut për hekurin, për vitaminat, mineralet, dhe më rëndësishmja, dëgjoni çdo simptom që trupi ju dërgon, sepse lodhjet e vazhdueshme, rënjet e flokut dhe çdo gjë tjetër nuk është aty kot rastësisht. Sepse një grua e shëndetshme është si zemra e familjes, një grua e shëndetshme është një familje e shëndetshme. Prandaj mos e lini veten tuaj në fund. Uroj kjo video vërtet ju ke ndihmuar duke të bërë të mendoni pak sa për veten tuaj. Uroj dieni mirë.